Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me kost që zhduk rrudhat nga fytyra brenda ditës, ja si ta përgatisni. Kosti nuk është vetëm një produkt i shijshëm dhe plot me vlera për të konsumuar kurdoherë. Janë pikërisht këto vlera të cilat përmirësojnë shëndetin e lëkurës nëse e përdorni si një maskë. Pa nevojë për t'i shtuar asnjë përbërës tjetër, kosti kthehet në maskën më ekonomike, por me përfitime të mrekullueshme. Ka një arsye pse kosti i jep lëkurës së fytyrës një rigjallërim dhe shkëlqim të menjëhershëm. Sipas të dhënave janë pikërisht këta 4 përbërës të cilët ndikojnë në shëndetin e lëkurës. Zinku, i njohur për vlerat e tij antiinflamatore, nxit rigjenerimin e qelizave të lëkurës dhe balancon gjëndrat yndyrore të cilat shkaktojnë krijimin e akneve. Të gjithë ne e dimë se kosti përmban kalcium. Ky mineral është mjaft përgjegjës për hidratimin dhe parandalimin e përtharjes së lëkurës. Nga ana tjetër, ju duhet të dini se vitaminat B bëjnë të mundur mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga radikalet e lira, si edhe nxisin prodhimin e yndyrave të shëndetshme. Acidi laktik është një nga përbërësit më kryesor të kostit dhe gjendet në shumicën e produkteve të lëkurës. Ai funksionon si një agent kundër plakjes së lëkurës dhe rrudhave. Por veprimi kryesor i këtij acidi është parandalimi i prodhimit të enzimës tirosinaz, e cila nxit prodhimin e melaninës. Kështu, lëkura juaj do të jetë më e bardhë dhe më e pastër. Si të përdorni kostin për lëkurën? Mjafton që në një filxhan kafeje të hidhni 2 deri në 3 lugë çaji me kost dhe ta përzieni derisa të formohet një masë e plotë. Më pas vendoseni në fytyrë duke treguar kujdes që të mbuloni të gjitha zonat problematike, si për shembull qafën. Ne ju këshillojmë që ndërkohë të lyeni fytyrën dhe ta masazhoni atë me lëvizje rrethore për të nxitur edhe qarkullimin më të mirë të gjakut. Kosti do të fillojë të ngurtësohet pas 5 minutash, duke krijuar kështu një maskë të mirëfillt. Lëreni për rreth 15 minuta dhe më pas mjafton që të njomni pak duar dhe përsëri ta fërkoni fytyrën tuaj derisa shtresa e kostit të thërmohet. Kështu ju do të largoni qelizat tuaja të vdekura dhe papastërtitë që janë akumuluar në poret e lëkurës gjatë ditës. Gjithashtu, kosti përmban pak baktere të cilat nga ana tjetër luftojnë që të gjitha papastërtitë mbledhura në lëkurë nga kontakti i saj me faktorët e jashtëm. Por gjithashtu ju do të parandaloni krijimin e akneve si rezultat i infektimit të poreve nga papastërtitë. Më pas, shpërlajini fytyrën tuaj me ujë të bollshëm dhe fshiheni lehtë me një peshqir. Nëse keni fytyrë të ndjeshme, ne ju sugjerojmë që thjesht ta shpëlani fytyrën me ujë të bollshëm. Sa shpesh duhet që të përdorni kostin për lëkurën e fytyrës? Për personat me lëkurë të yndyrshme është e këshillueshme që të përdoret çdo ditë për të patur rezultat, ndërsa ata që kanë lëkurë të thatë mund ta përdorin 2 deri në 3 herë në javë. Nga ana tjetër, nuk është e nevojshme që ju të shkoni në sallone bukurie apo të shpenzoni shuma të mëdha parash, por mund të bëhet lehtësisht në kushte shtëpie me 2 përbërës të cilët do të gjenden shumë lehtë. Juve do t'ju nevojitet vetëm pak kos dhe mjaltë. Ajo çfarë duhet të bëni është thjesht të përzieni këto 2 përbërës në një tas të vogël dhe masën e krijuar më pas vendoseni në fytyrën tuaj. Gjithashtu duhet të dini se këtë maskë duhet që ta aplikoni të paktën një herë në javë. Mirë po, përse duhet të përdorni kostin? Kosti është një ushqyes mjaft i mirë për çdo lloj lëkure.
maska me kost për të paktën 10 minuta është ndër më e këshilluara në botën e kozmetikës. Kur kombinohet me mjaltin, ajo arrin shumë efekte njëkohës thjesht, si për shembull hidratues, zbardhues, anti-rrudh, një trajtues ngjyre të lëkurës, anti-akne kundër shenjave dhe gjithashtu mbyll poret e mëdha. Pra, këtë maskë të cilën ne e përmendëm, e cila është edhe kaq e thjeshtë në përgatitje, ju mundet që ta përdorni për të gjitha problemet e fytyrës. Por, përse duhet ta kombinoni me mjaltin? Përfitimet e mjaltit në produktet e bukurisë janë të pafundme. Mjalti ka qenë përdorur për trajtime bukurie për shekuj me radhë. Efekti i dobishëm i mjaltit në lëkurë ka një reputacion shekullor. Mjalti përdoret për të parandaluar rrudha dhe për të mbajtur tonin e lëkurës të zbehtë. Sot, shumë kremra kanë përmbajtje mjaltin. Mjalti gjithashtu ka edhe një efekt të zbardhues, ushqyes dhe sigurisht anti-rrudh. Mjalti e mban fytyrën tuaj të pastër, të butë dhe të hidratuar. Mjalti nga ana tjetër është një lëng i ëmbël i prodhuar nga bletët, nga nektari që ato mbledhin nga lulet. Ai është i bërë nga glukoza, fruktoza dhe minerale siç janë për shembull hekuri, kalciumi, fosfori, natriumi, klori, kaliumi dhe magnezi. Mjalti gjithashtu është i pasur edhe me vitamina B1, B2, B3, B5 dhe B6. Së bashku me përfitime të shumta shëndetësore, mjalti është i vlefshëm edhe për qëllime të bukurisë. Mjalti është tepër efikas, ai parandalon shenjat e moshës. Duke qenë një burim i mirë i antioksidantëve, mjalti e mbron lëkurën tuaj nga dëmtimi i qelizave për shkak të radikaleve të lirë. Radikalet e lira munden që të përshpejtojnë procesin e plakjes dhe mund të kontribuojnë në rrudha. Ai gjithashtu e mban lëkurën tuaj të mirë hidratuar dhe të rinuar. Zbeh njollat. Njollat e çdo madhësie janë të shëmtuara për tu parë. Nëse janë në pjesë të dukshme të trupit, shumë njerëz do të kërkojnë mënyra për të shpëtuar prej tij sa më shpejt që të jetë mundur. Ndërsa njollat janë të vështira për tu trajtuar, ju mund të përdorni produkt me përbërës mjaltin për të minimizuar pamjen e tyre. Mjalti rrit shërimin dhe rigjenerimin e indeve dhe ndihmon gjithashtu edhe në ringjalljen e qelizave të lëkurës. Trajton gjithashtu sëmundjet e lëkurës. Psoriaza është një sëmundje autoimune e cila ndikon në qelizat e lëkurës. Ajo shkakton skuqje, fluska dhe kruajtje të lëkurës. Mjalti mundet që ta trajtojë këtë sëmundje. Mundet gjithashtu që të zbusë lëkurën, redukton dhe mbron lëkurën e dëmtuar nga infektimi. Shëron prerjet e vogla dhe plagët. Mjalti është përdorur edhe për të trajtuar prerje të vogla dhe njëkohësisht plagë. Ndihmon lëkurën tuaj që të nxjerrë lëngun larg nga zona e prekur për të përshpejtuar kohën e shërimit. Parandalon gjithashtu rritjen e mikroorganizmave dhe ul rrezikun e infektimit. Një studim i vitit 2013 gjithashtu vëren se mjalti është efektiv si një trajtim i ditës për plagët akute. Megjithatë, kjo nuk është efektive për trajtimin e plagëve kronike, të tilla si ulçerat e lëkurës dhe plagët e infektuara. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.